Të ndryshme, unë mendoj. E kemi një ekstrem të prindve që veç të mira materiale ju japin fëmijëve dhe nuk kanë kohë për aspektin shpirtëror, për me nda kohë që ato që po e thote. Në anën tjetër e kemi ekstremin tjetër të mësimdhënësve presionin që ju bojnë fëmijëve. Jo direkt mësimdhënësit, se mësimdhënësve ju bojnë presion kurrikula e mbi ngarkume, tekstet të cilat janë të ndërtuara që ti çuditesh, ai ditë që shkan në mrim i bë çaq të vështira, që indirekt ju krijon fëmijëve shumë presion. Edhe është problem edhe mësimdhënësi me bë orën çaq kreative që fëmijëve ju shkon nerva edhe vetë procesi mësimor. Domethënë është një zinxhir i problemeve që unë konsideroj që prej Ministrisë Arsimit e vjen deri te poshtë e i godet edhe fëmijët e klasëve të para që e mësojnë të panjohurën klasë të parë o zoja pedagoge. Klasë të parë ta mëson fund të panjohurën X-in. Një fëmijë që halasi ka qelë syt me ditë çka është jeta. Ai normal që frustrohet, nervozohet, i hanthojt, i kërsit gishtat se nuk mundet me mri. Kur shkon te shtëpia ka një non që duhet m'ia pa një 5 vizatuar se sunë pranon treshin. Ajo i bën presion anej, shkolla kurrikula kënej, grupi moshatarëve, edhe për pasoj aty veç vlen më, aty bëhet njëjtë, sikur uji, ena edhe temperatura e lartë, vlen. Gane, na kena mësues të jashtëzakonshëm. Kena mësuesa shumë të mirë, kena mësimdhënësa tepër të mirë. Ata janë herojt e këtij vendi dhe këtij komi sepse edukimi është themel i shtetit edhe ata po e mbajnë këto. Po në anën tjetër kena mësimdhënësa që urojt mos keq kuptohen, po sinqerisht kena mësimdhënësa që detyrohen me punu për rrjetet sociale. Detyrohen me mbajt aktivitete që me dalë mirë dikon e që ato nuk ka cilësi. Mandej, duke filluar prej Ministrisë Arsimit, i kemi stër ngarku librat. Kena qatë shumë kërkesa për mësuesave që sinqerisht i kemi lodhur edhe besomni. Atë shumë e kom përmend shumë herë këto. Atë shumë sa kemi pas mundësi me nejt me shoqëri, me rreth gjan, aq sa kum dëgju njerëz që dëshirojnë me hyj me punu në arsim, aq kum dëgju mësimdhënësa që janë arsim e këshyrin qysh me gjetë një alternativë në largu për arsimit. Megjithatë, sa i përket shkollës së dhunës. Gjithë atë vullnet kur para 2 ditë një mësimdhënëse, më fal Beki, tha unë kam rrogën 630 euro diku një bike, tha mirë mbajt ja 500 euro. Ku me marr çat motiv mi duru 40 nxënësa në klasë. Në orë të mësimit. Kur e lëshon shyret e Belulin atje muzikën, një kufje në vesh, e pastron shkollën, edhe shkrihesh pa pikë përgjithësie, s'ki nevojë as me majt administrat, as ku që është domethënë, unë mendoj që na kena fëmijë tepër të mirë, në çfarë rrethana janë aty rrit, kur gjësjën ka bojnë dhunë çka ish dasht. Domethënë, çka që kanë faktorët e rrezikut për rreth, sa ata janë definitivisht tepër të mirë në rrethanat në të cilat janë duke u rrit. Jenë aty kompresu fëmijët nga të gjitha anët. Fëminia po ju nalet rrita. Në klasë parë e panjohura. Në klasë 6 numri i leukociteve të smundja leukemisë, për shembull, në tekst biologjisë. 4 njësi mësimore brenda një njësie të vetme në klasë 7. Imuniteti, grupet e gjakut, vaksinat, edhe nuk e di çka ke diçka tjetër, domethënë sikur nën tituj, ama ato realisht janë tema në veti. Për me mrimi mësu një fëmijë 11 vjeçar, ai duhet me përjetu strese, super strese. Unë nuk e di ka në mrim, kon që ka që eksperta. Është model, edhe do të më mbetë model.